Aktualisht Albin Kurti ndodhet ndërmjet dy detyrimeve, po i quaj kështu, ndërmjet dy shtytjeve kryesore. E para do thotë ndjenjes triumfaliste mbi rezultatin e kurrë, që është ekskluzivisht merit vetëm e leadershipit të tij politik. Nuk ka që tjerë kanë ndikuar në këtë rezultat spektakolar. Mos e kanë ndrojën thu. Është vetëm rezultati i tij, dhe në anën tjetër që e ka shumë të rëndësishme Albin Kurti, sepse praktika i ka dëshmuar, do thotë është që i duhet ta mirëmbaj gjallë kauzën që eventualisht subjektet opozitare janë fajtore për çdo blokadë eventuale që mund të krijohet. Nga se pikërisht nëpërmjet këtij narracioni ai po përfiton mos të madhe adhurimin e publikut. Do të tash ai duhet të navigojë ndërmjet këtyre dy shtytjeve, që është fitimtari i vetëm, s'ka nevojë për askën tjetër, dhe në anën tjetër që po ashtu të shfaqet në opinion që është i gatshëm për kompromise politike edhe për figurën e presidentit, me kusht që nëse shkohet në zgjedhje, kurdo që shkohet, ta ketë edhe këtë kartë elektorale në gjep. Askush nuk e ka të sigurt këtë pozitë. Deri me tash. Deri me tash askush nuk e ka të sigurt. Ndërkohë tash Vjosa Osmani do të ne thami ka bërë qarta ambicjet e saj, ajo veç ka filluar dhe një dëshiron dhe një mandat të dy. Ka filluar dhe një lloj fushate elektorale. Nëse eventualisht, sepse unë për veti nuk jam ende i sigurt në këtë drejtim, ajo që po i referuam deri me tani është çdrimi të Kurti që do të bisedoj si me presidentin aktual, ashtu edhe me subjekte tjera opozitare, nëse eventualisht dhe hipotetikisht Albin Kurti përcaktohet për ta mbështetur Vjosa Osmanin, kjo strategji është vetëm për ta dëmtuar edhe më tej lidhjen demokratike të Kosovës. Nga se në këtë rast LDK-ja do të ndodhë në një pozicion të pafavorshëm politik. Do të nëse nuk qëndron në kuvend, do të shkohet përsëri në zgjedhje dhe që LDK-s do t'i duhet të arsyetohet para elektoratit të saj për mos mbështetjen sa i përket Vjosa Osmanit, por edhe nëse qëndron në sallë të kuvendit me kalkulimin që për të mos i hap vetes të lashe të tjera, siç e kam thënë edhe në emisionin e kaluar, nuk është që është dëshmuar që është produktive kjo çështje e paçës politike me presidentin Osmani për ngritje elektorale të këtij subjekti politik. Pra, në këtë drejtim situata më e palakpueshme dhe pa shtekdali nëse ka një parti e cila ndodhet është Lidhja Demokratike e Kosovës.